Përshëndetje që ka dole, a jeni mirë si po kaloni? Ne kaptëm vjosa Osmani Sadrije për bla rasti to. Faleminderit shumë, faleminderit nga zemra shumë të dashur qytetar të Rahovecit, i nderuar ish kryeministër Hoti, i nderuar kryeministër i ardhshëm Abdi Gjiku, shumë të dashur kolegë dhe deputet të ardhshëm të Kuvendit të Kosovës. Sepse flasim për rënjet, ajo që dihet mirëfilli, e që në fakt e dinë edhe njerëzit shumë përtej Kosovës e shumë përtej trojeve shqiptare, është që Rahoveci ka qenë gjithmonë Dardani, pjesë e Dardanisë antike dhe pikrisht këtu, pikrisht në këtë territor të Dardanisë antike, kanë filluar vreshtarit për herë të parë. Dhe prej atëherë, vazhdon kjo tradit në këtë tokë të njerëzve punëtor, në qytetin e Hardhis dhe Verës, në qytetin që e njeh vlerën e mundin, dhe që e di se asgjë e madhe në jetë, e aq më pak në politikë, nuk ndërtohet pa sakrificë. Rahoveci gjithmonë ka qenë simbol i punës dhe i familjes, e mbi të gjitha simbol i qëndresës. Këtu në fakt çdo vresht tregon një histori për kushtimi. Dhe çdo familje di se rezultatet asnjëherë nuk vijnë nga fjalët, por nga puna e ndershme. E duke u rikthyer te rënjet, secili prej nesh e dim se shteti ynë rënjet i ka mbi sakrificën e martirëve dhe dëshmorëve dhe më lejoni që sot para jush edhe një herë të nderojmë gjithë ata martirë e dëshmorë që i dha Rahoveci. Nuk ka ditë Nuk ka ditë për gjatë muajve të pranverës që ne nuk përkujtojmë një masakër diku në Rahovec. Dhe kjo sakrificë e martirëve dhe dëshmorëve tanë i kanë vendosur themelet jo vetëm të forta, por edhe të shenjta të Republikës sonë. Shtylla e dytë ka qenë dhe mbetet rrugovizmi, sepse mbi postulatet e shenjta liri, pavarësi dhe demokraci, presidenti ynë historik arriti ta bashkoj gjithë popullin e Kosovës rreth kësaj kauze. Dhe nëpërmjet punës së tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij, ne arritëm edhe shtyllën e tretë, aleancat, miqt të cilët na qëndruan pranë në ditët më të errta të historisë sonë dhe na ndihmuan të arrijmë atë që shumë popull e shumë kombe, akoma të robruar, nuk e kanë arritur, lirinë tonë, shtetin tonë dhe demokracinë tonë. Këto rrënjë të shtetit, faleminderit shumë.
Këto rrënjë e këto shtylla të shtetit tonë dëshmojnë se raporti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetet interes jetik shtetëror. Amerika ishte pranë nesh kur kishim më së shumti nevojë, Amerika është pranë nesh edhe sot. Dhe Amerika do t'jetë partneri ynë strategjik e i përhershëm, sepse ne do të sigurohemi që t'jetë e tillë dhe nuk do të lejojmë asnjëherë që kjo mitësi e shenjtë ekzistenciale të shembët. Ne do ta forcojmë edhe më shumë këtë partneritet dhe do ta forcojmë zërin e Kosovës në botë. Do të punojmë çdo ditë që Kosova të jetë edhe më e respektuar, më e dëgjuar dhe më e barabartë në çdo tavolinë ku vendoset për të ardhmen e rajonit tonë. Ky është vizioni ynë. Një Kosovë e fortë brenda, përputhje me programin që sapo i prezantua nga kandidati ynë për kryeministër, dhe një Kosovë e respektuar jashtë, një Kosovë që ruan miqtë e saj dhe krijon partneritete të reja. Të dashur qytetarë të Rahovecit, forca e Kosovës matet me forcën e familjeve tona. Kur familjet janë të sigurta, edhe shteti është i fortë. Kur gratë kanë mundësi të barabarta, shoqëria e tërë ecën përpara. Kur të rinjt shohin të ardhmen e tyre në Kosovë, atëherë fiton e gjithë Kosova. Prandaj ne besojmë në një shtet që çdo ditë është pranë qytetarit e jo vetëm 10 ditë para zgjedhjeve. Një shtet që e mbështet familjen çdo ditë, që mbron dhe investon tek rinia, tek fëmijët e të gratë. Një shtet që krijon mundësi për secilin që dëshiron të punojë dhe të ndërtojë jetën në vendin e tij. E Rahoveci e kupton më mirë se kushdo tjetër rëndësinë e këtij vizioni, sepse këtu njerëzit gjithmonë i kanë ndërtuar vetë mundësitë, duke punuar dhe vetëm duke punuar, e asnjëherë duke kërkuar favore. Ata kanë ndërtuar rezultate me punë të ndershme, e jo nëpërmjet premtimeve boshe. Dhe kur ka vizion, kur ka stabilitet, kur ka përgjegjësi shtetërore dhe kur ka njerëz punëtor që nuk kërkojnë arsyetime në krizat pafundme, atëherë rezultatet janë gjithmonë evidente. Ju e dini se Kosova ka kaluar shumë sfida për të arritur këtu. Asgjë nuk na është falur. Gjithçka, çdo hap është arritur me shumë sakrificë. Prandaj ne nuk kemi të drejtë ta marrim shtetin si të mirëqenë. Duhet ta forcojmë çdo ditë, duhet ta mbrojmë çdo ditë, duhet ta zhvillojmë e të investojmë në të çdo ditë. Sepse brezat që vinë pas nesh meritojnë një Kosovë shumë më të fortë se sa ajo që e kemi trashëguar ne. Prandaj sot nga Rahoveci le ta dërgojmë këtë mesazh të qartë, se Kosova zgjedh punën mbi konfliktin dhe zgjedh bashkimin gjithmonë kundër përçarjeve të tmerrshme që po i servohen këto ditë popullit tonë. Dhe Kosova gjithmonë zgjedh punën mbi arsyetimet. Kosovën duhet ta forcojmë çdo ditë. Kosovën ku forcohet familja, Kosovën ku forcohet shteti, Kosovën ku gjithmonë zgjedhet e ardhmja. Ju falenderit shumë për mikpritjen Rahovec. Zoti e bekoft Rahovecin, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës.